Në orën 3 të mëngjesit, sipas kohës lokale në Iran, një seri shpërthimësh tronditën në qytetin e Natanz. Avion luftarak izraelit kryen një masiv ajror ndaj mbi 100 objektivave strategjike brenda territorit iranian. Në këtë operacion morën pjesë mbi 200 aeroplan, të cilët sipas ushtrisë izraelite u nisën për të goditur instalime bërthamore, fabrika raketash, qendra komanduese, si dhe shkencëtarë të përfshirë në zhvillimin e armëve bërthamore. Izraeli publikoi dhe pamje zyrtare të avioneve të tij që tregojnë ngritjen, operacionin dhe rikthimin e tyre pas kryerjes së misionit. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli nuk kishte zgjidhje tjetër pas kësaj. Në Iran, shpërthime shkaktuan panik të madh, qytetarët u zgjuan nga sirena dhe alarmet në telefonat e tyre, ndërsa shumë prej tyre u strehuan në ambiente të sigurta. Si kundërpërgjigje, Irani ka lëshuar mbi 100 drone në drejtim të Izraelit e në mesin e të verëve. Mediat iraniake kanë konfirmuar se është edhe ish shefi i sigurisë kombëtare dhe këshilltari i lartë i liderit suprem iranian. Hapësirat ajrore të Iranit, Izraelit, Irakut dhe Jordanisë janë mbyllur, duke shkaktuar kështu një kaos të madh në trafikun ajror ndërkombëtar, ku qindra fluturimi janë devijuar ose janë anuluar. Ndërkohë, Izraeli ka ngritur në gatishmëri të lartë të gjithë infrastrukturën civile dhe ushtarake. Qytetarët kanë liruar pacientët jo emergjent, raftet e supermarketeve janë boshatisur dhe qytetarëve i është kërkuar të qëndrojnë pranë strehimorëve.